Gjitha këto shtete që i përmendë zoti Kurti, kur jemi tek mirëqenia, edhe kur jemi tek funksionimi i shtetit ligjor, por edhe i shtetit social, gjitha këto shtete kanë sigurime shëndetësore. Ne nuk kemi sigurime shëndetësore. A thua pse? A thua pse? A thua pse? 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 Po pse pra? Se me 23 prill më në fund e kalum ligjin për sigurime shëndetësore që ka mrizun sirtarë të gjykatës kushtetuese një vjetë. Para kupton? Po. Kena mujt me poshtë para 2 vjetëve ligjin për sigurime shëndetësore. Po çdo flitet, se cilën parë zgjedhje flitet, sigurime sigurime. Çdo herë Kosova, qytetarët janë viktima të kësaj pune. Gjykata kushtetuese e ka hedh poshtë pasi e ka pranuar për opozitës ligjin për çmime tavan të produkteve bazë. 40 muaj më herët kena mujt me poshtë. Ma në fund e bënëm. Ama kryeministri ju për referoni për adresoni gjykatës kushtetuese si me kona një trup i huaj në mishin e Kosovës. Ata me gjithat kanë marrë vendime edhe projusht. Bëmi korrekt. Po thus që janë bashkëpërsosur, a? Po jo, në rregullor, veç juve para dite po ju konvenon gjykata kushtetuese, mas dite neutral na kshom zbon kulqy. Ata janë zgjedh aty zotërim Matoshi në vitin 2018. Ti e din sa interesat ka qenë. Po keni pas shansën edhe të japë, po ta me zgjedh ju. Jo, po 9 vjetësh mandati ju përfundon në verën e vitit të ardhshëm. Jo, 2 janë mungu, qysh sot? Po, e vërtet është. Okej, edhe një ndërhyrje në kuadër të kësaj, zoti Kurti, ju lutem. Po ashtu qeveria ka ndarë 2 milion euro për mbështetjen e fluturimeve për Mërgatën, dhe kjo nga pjesa opozitare është parë si një tentativë për të ndikuar në kuadër të votës. A ka drejt opozita në këtë rast? Nuk ka drejt përsëri. Pse? Për shkak se kjo mbështetje për fluturimet që bëhen jo vetëm nga Mërgata, si fundja nuk udhëzon veç Mërgata, udhëtojnë edhe turistët, udhëtojnë edhe të tjerët, është rëndësishme për ekonominë tonë.